Real nuk ka pas sulm nga kryetari i komunës, ti më sinqert, se s'është vërtetuar, s'është verifikuar ende. Ka pas pe njerëzve të caktuar, pe qytetarëve dikuj, po jo pe kryetarit Samir Shoku s'ka pas pe generali. Mas paru kisha thonë që është mirë për kryeministri të ndalë të linçime. Këtu kanë nërë si pasoj e fyrive, sharjeve në për rrjetet sociale, keni pa ju vetë. Dhe sot t'i thua Samir Shoku, Samir Serbia, bashkëpunëtori i Radio Qiqit, t'i thua bashkëpunëtori i Serbisë, ku një njeri që ja kushton tër jetën e vetë që shkëmtarë, dhe një njeri që ka qenë i denum 12 vjetë kohën unë mikë dhe të vleksit, një njeri që në kohën e Serbisë ka qenë i denum, edhe sot t'i thua Samir Serbia, kjo është një turp i madh. Unë mendoj që dhuna nuk është i mirë, dhuna që është e papranueshme, po sharje, fymet, linçimet, edhe këtu janë shumë këqija se mos ishin çoja linçime, se nuk do të ishte deri te ky ekses që ka ndodhur në Shqiplak, që ja ka thonë, dhe për në Shqiplak dërgohen gjitha ato forca njësi speciale në orën e mbrëmjes, në rreth orës 23:30 nëse s'gaboj, mund jemi gabum, po nëse s'gaboj gjithmonë, të rrethkohet Drenica, Skënderaj me gjitha ato forca, me armë gjata, njësia speciale që mund jenë keq, që kryeministri dhe ministri i kanë fut policinë e Graçës dhe i kanë prunë në Drenicë, ku ne atu kemi shok tonë veteran të Çukës, kemi fëmijë dëshmorëve atu, kemi fëmijë të invalidëve, policë, dhe të vinë ata sot konfrontohen me neve, po ka ma marrë ma turp. Po unë e pandej qytetarët e Drenicës edhe qytetarët e Kosovës si s'kandrahen në ndikimin e Albin Kurtit dhe të ministrit të mbrojtjes, ministrit të punëve brendshme të zotit Sveqa, që janë sjellë mirë me policinë, qytetarët, po edhe policia janë sjellë mirë me neve dhe mbas një kohë ata janë largu pikëlyt, po kjo është e papranueshme për neve. Për një shuplak, dorë pse ka jap një shuplak, dërgohen gjithë ato forca, ky është turp. A promo plaguni në Prishtinë s'kan dërguar forca njësi speciale te kafiçi ku apo kapa çka ka qenë restorant ku plagos në Prishtinë. Prom, e sot vin këtu, gjithë ato botë, po kjo do të kuptohet për fushat elektorale, për një grup vota mi Mondranis, kjo është të bëjë me linçimet e zotit Kurti dhe Dejona Mihalit, që më duke përsi në për gjitha mediat. Ky përçame ka nga Albin Kurti që ka me mbjemën edhe Dejona Mihali, një pasardhës e Greqisë, që dihet nacionaliteti grek dhe vjen bën përçame të shqiptar, ky turpi më i madh. Ne nuk kemi luftu të kem përçame, ne nuk kemi luftu që mos të ketë padrejti, të ketë drejtësi, të ketë ligje, të ketë rënd. Kjo është. Samir Shoku, po në momentin që ta merr fletërin apo ftesën për gjykat, Samir do të lajmërohet në prokurori, derisa ai s'ka marrë thirrje, s'ka marrë kurrë, pse mund lajmëron në prokurori. Ta thonë nga kjo Samir Shoku s'ka ikë, Samir Shoku në Skënderaj, sot ka çit lule në Homozhe, kjo është e vërtetë, kështu që ne s'kemi nevojë nga vendi jon. Ne këtu kemi ndinj, këtu jemi rrit, këtu kemi luftu. Ja, është një gjenisë e madhe. Ftesë vjen me nënshkrim me vulë, me protokoll s'ka ardh. Ne del për prokuroria ne dalin në të çisin kopin asoj ftesën, në të çisin. Nora sa kanë dërgu, kur e kanë dërgu, ku ja kanë dërzuar ftesën në dorë, se ti kush e nënshkruan kur me një ftesë. Këtu procedura si duhet më kry këto procedura, përdesë s'ka prokuroria gjyqtar skandal ende me një shkrim, me një argument ty edhe mua me na bind apo qytetarë që më thonë Samir Shoku ka qytetin. Ku më besoni, skandal që është kjo, shumë është një gjenisë e madhe, Samir Shoku nuk ik, Samir Shoku s'ka ikë lufte, jo po i bie për me ikë drejtësisht sa Albin Kurti, i cili ka përgjigj prokurisë kur Albin Kurti nuk e njeh këtë shtet, as këtë plamor as këtë hem. Albin Kurti është një njeri që ka thonë ta policia dhe këtë gjykata nuk i njeh. Kjo është vërtet mundi më po jo transkriptet e Albinit, mundi më po veçini në YouTube mundi më gjithë se Albin Kurti ka thonë nuk i njeh këtë gjyqtar, këtë prokuror. Nëse dikush që ik drejtësisht është Albin Kurti, tash para 6 muaj pse s'ka dëshmu për hajnin që ju ka bën në institucionet e tina. Pse? Kjo është e vërtet. Unë i bëj apel kryeministit, sekretari veteran me larg duat për drejtësie. I bëj apel kryeministit bën thirrje qytetarë, mos bëjnë përçamje, shamje, fymje në për rrjetet sociale. Këta janë ushtarët e Albin Kurtit në rrjetet sociale, si ka ushtarë me krampushk, se këta me ku kishin këtu për vendin vet, ta gjithë kanë ikë për Evropë, në për perëndimin. Albin Kurti është mirë ju bën thirrje, edhe Dejona Mihali, edhe Fitore Paculla, e cila merret me këto shantazha që turpo për të më thonë pronë në emisionin ka thonë Rrugaç. Ti thoshte një general Rrugaç nuk ka paftësime e madhe. Nëse në Rrugaça, këta janë Rrugaça. Këta kanë në parlamentin, këta kanë gjuar zotësis parlament, këta kanë gjuar policinë, këta kanë bu sakat policinë, që sot ne kemi policinë të ndum, këta kanë koll policinë, këta kanë bu gjitha çontat, i kanë mush me gur, këta kanë bu. Nëse janë Rrugaça, këta janë Rrugaça. Ushtarët e Ushtrisë Gjimnazit të Kosovës veteran nuk janë Rrugaça. Nuk jemi Rrugaça. Sot e ndëgjova kryeministin tash para mediave që tha për drejtësia është e vënuar, prokuroria është e vënuar, policia jo. Sjancë, unë vetë kam bërë me sytë 3 kjerë të policisë ku kanë ardhur në vend xharës policia. Policia kanë qenë shumë në efekt, shumë detyrë kanë qenë. Kjo është një gjenisë e Albin Kurti që bën. Po Albini më për një grush vota, e bën për politik, që tash ka gjetë momentin që të bën trazira në Kosovë dhe në Drenicë.
Ju faleminderit shumë. Me respekt ju, faleminderit shumë. Na lëvi sa ti marrë shpejt edhe do pamje. Se na falni se Ja. ju pengumë kështu në kohën e drekës, po Yes. u vonum pak se mbeta kish pas kolon shumë. Ju sot keni mbajt konferencë Po, vetëm në takim në Skanderaj. Vetëm erën të me morë për dorës parë informacionet, për degës veteranat.